Jemi të dashur, sot gjendemi në Istok, kemi ardhur me intervistu një këngëtare shumë të talentuar e cila është Arlinda Dragaj, ku ka me na tregu më shumë rreth jetës personale, karrierës saj muzikore, për këto dhe shumë detaje tjera, ndiqni intervistën e vazhdim. Përshëndetje Arlinda, fillimisht faleminderit që ke pranuar ftesën nga ana jonë. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në Istokun e bukur. Se ju gjetëm, apo na tregon pak, na të njohim që je këngëtare popullore, apo na tregon pak për fillimet e karrierës tënde, çu ke fillu? Unë fillimisht rrjedh prej një familje muzikantësh, e kom cek edhe në disa intervistat e tjera, jam me prejardhje me muzikë folklorike, popullore, edhe një familje shumë të shkolluar të muzikës, kështu që i kom ndjek hapat e familjes, edhe mirë po shkojmë. Do me thonë e ki trashëgimi. Patjetër që po. Qysh e ke vrej që e don muzikën? Muzikën e kom vrejt kohëve të fundit, viteve të fundit në fakt, sepse unë e kom ditë që kam një talent edhe prindi më ka thonë që ki shumë talent me këndu, po nuk kom pas shumë dëshirë të këndoj. Se? Nështë kritë kanë qenë me këndu, unë s'kom pas dëshirë. To e pa nështë qysh funksionon muzika në Kosovë, që është shumë e vështirë, edhe kom thonë nështë s'kom e mujtë mja dalë, me deportu, në mënyrë të mirë, me bakang, me hecë për para, po sigurisht mendimin e familjes edhe të rrethit edhe sigurisht talentit. So e ke pas vështirë me u kyç në muzikë? Ka qenë shumë e vështirë, sepse unë s'kom punu, ka punu vetëm babi im edhe kemi qenë 6 fëmijë, a me i shkollu, a me hyrë në muzikë. Kështu që ka qenë me të vërtet një periudhë shumë e vështirë, por nuk po dosh ke mu dorëzu asnjëherë njeriu pja dalke. Kur ke fillua, ke thonë që s'kom e mujt mja rrit, s'kom e mujt mja dal, njerëz nuk kanë me pëlqy zonin tem. Po. Kom mendu, nështë për zonë nuk kom thënë, sepse kom ditë që kom një zotë mirë, të paktën që ditë performoj live, por nështë paraqitja, nështë janë disa elemente tjera që kom thënë qysh kanë me prit, po me të vërtet nështë me atë thjeshtësinë që e kam edhe në radhë të parë, edhe talentin, njerëzit më dojnë për këto që jam. Cili u konë momenti ma i mirë në gjatë karrierës tonë, tash e sa vite mirësh me muzikë? Po, më përgjithësi, ka momentet mira, nuk po di, nështë nuk po di me cek një, kështu po, me të vërtet ka momente shumë të mira. Më përgjithësi ndasma, kur performoj njerëzit që më dojnë, më respektojnë edhe më thonë çfarë zoni të mirë ki, nështë kjo është një diçka që e veçoj më shumë. A kanë fillu rezervimet për këtë verë tash? Po, kanë fillu qyshjoj, kanë fillu mote, gati në mbyll. Kanë vetë edhe në një atë këto, po që i nëzojnë edhe që ato mirë që josh nash kem ballë. Cili u konë momenti ma i sikletshëm kur ke knu ndasma? Në fillim, kur kom fillu me këndu, që thash ma herët që s'kom pas dëshirë me këndu, ajo ka qenë shumë e vështirë, po nështë ato pa njerëzit që po mdojnë kaq shumë edhe mandej jam shliru tash nuk kam kompleksas, nuk kam as një gjë, kështu që jam si në shtëpi, çdo familje që shkoj jam si në shtëpi tam. Arlinda, te ceke që përkrojën më të madhe e ke pas prej familjes, pa të ka përkrojën në kush prej muzikës, në këngëtar, që te ke poson ndër mu bo si aj? Kjo është pyetje shumë e mirë, realisht sot muzika ka shumë xhelozi edhe ka degradu kogja mirë. Nështë unë e kënoj, mundona me këndu muzikë ma të mirë, ma të pastërt, edhe nështë nuk më kanë përkra, sepse tu e pa dhe zonin që e kam, por nuk do me thonë që nështë edhe ka dhe këngëtar tjerë që më kanë përkra, por nështë nuk ju këmë thonë që të bashkëpunojmë ose diçka të tillë, po me të vërtet ka prej atyne që nuk edhe nëse kom pas zonin, edhe qoftë në festival, qoftë diçka tjetër, nuk më ka përkras, ko është përveç familjes. Sa u kom për ty demotivuse kur dikush nuk të ka përkra në muzikës, qysh je niti? Po, kom thonë që kam ja dalë, se e kam zonin e mirë, di me këndu live, edhe sot jam këtu ku jam. Cila u kon konga jote që e ke shkrujt për qefi, e ke realizu? Konga... Kam disa këngë të mia, sigurisht, po nështë një këngë që kam me babin, ma herët kur kam qenë shumë e re, edhe një tash që kemi bë bashk. Arlinda, si që dim në ndasma tona tradicionale është edhe sofra, sa të ftojnë ty me kënu edhe ka që ajo pjesë, që shnihesh ti? Kjo është një pyetje që më bëhet zakonisht edhe unë e nina si këngëtare sofrave, me qenë se
këndoj këngë patriotike, thash fillim që rrjedhi prej një familje patriotike. Kështu që është mirë, po është edhe interesant, sepse me këndu një femën në sofër, ku janë krejt burra, është pak ma ndryshe. Po kohëve të fundit edhe femnat shumë po afrohen, po këndojnë së bashku me neve në sofër, kështu që është mirë. Tash edhe femnat po afrohen edhe po knojnë bashkë. Po. Arlinda na, si që kem po e ki një video ku ke knu në një dasë me tërqe, me ples, edhe ka bo shumë buj, mundu me thonë, në rrjetet sociale, qysh jenë ndijat, kam paragjyku që një femën ka vesh tërqe? Në fakt, to tërqet i kom mbesh për herë të parë kur e kom këndu këngën e herojit Tahir Sinanit, edhe nështë prej asaj kom pas shumë kërkesa me i vesh tërqet edhe ndasma edhe në koncerte ose diçka të tillë. Jo, mi nështë pak si në siklet, sepse ato janë veshje të burrave, po janë tradicionale, po sigurisht që ato i veshin edhe burneshat. Neshat, qysh je niti kur i ke po ato komente negative? Jo, nështë ka pas në i rast që kanë thonë pse u lyka që shumë me tërqe ose këto janë veshje për burra, po ta them të vërtetë 90% ose më shumë kanë qenë komente pozitive. Si një vajzëri, nështë të ne i thojnë burnesha që thash, kështu që jo më di shumë mirë, më kam vlerësu shumë. Arlinda, na si kemi po në përdas, ma ti veshe shumë thjesht, lyhesh shumë thjesht, do me thonë make-upin e bën vetë. Qysh nihesh ti kur Mendoj që nuk e egzageron veshje? Nuk kam dëshirë me egzageru, qoftë veshjen, qoftë në fytyrë, qoftë sepse kur po shkon sot ndarësëm, tash a mu dallu këngëtarja Anusja me vesh nështë një fustan shumë që i thojmë na me dzidza, me bo frizura, me bo... Jo, nuk kam qef me rosh shumë në sy, kam qef thjesht, një kostum thjesht, pak një grem diçka edhe kam qef me këndu mirë edhe sepse, po, kur dalë për qef me shoqe, rregullona ma shumë. A ka ndodhur në rast me shku ndo asma që nuk i kanë traditat njëjtë si tona, diçka ma ndrysh, edhe sa ke mujt mu përshtati me ato kushte? Ka raste të ndryshme, sepse shkojmë në krahina të ndryshme, qoftë në Kosovë, qoftë jashtë Kosovës, po në përgjithësi janë pothuajse të njëjta. Përgjithësi ku ka shqiptar, dasmat janë shumë të mira. Se gjatë rrugës ndodhin edhe këto gjona që mundet na i dasmor mos mundoj kënaqur me muzikën tonë, ç'është jenë dite? Patjetër, more mundet nuk kemi kriju për mi pëlqy të gjithëve. Kështu që nëse nuk na pëlqen, na thot, a kupton? Kështu që nashta ka edhe prej atyne që thonë o shumë mirë, dikush të thotë tepër keq ka knu. A ka ndodhur me thonë ty bashkë për me këndu jo. S'm ka ndodhur, nuk më ka ndodhur asnjëherë, po nashta ka thonë heshtje çapo di, po direkt më thonë sepse e di pak një kapacitet që kam me këndu muzik live edhe kjo është nashta një arsye që kam armën e fortë zonën live. Si që dim ne tash i ki datat e rezervume, a ke pas rast në i moment që e kon keq për veti po me u do ke lumtur veç që mos m'ja u prish dasmën edhe me dhonë maksimumin të që po sepse njerëz jemi, mundemi me qenë smut, me qenë keq emocionalisht e shumë gjanat e tjera, po momentin që shkon dasëm të ato se në do të mi harru qoftë ose me pas çfarë do rasti, musafirët do të me bë atmosferë, sepse ata kanë ardhur për atmosferë, do të me shiju dasmën edhe unë kam buzëqisht të në kohën, ju më bo që s'ka ndodhur kur gjë. Arlinda, po na tregon pak edhe për jetën tonë personale. Jetën personale, që kjo Arlinda që jam, shumë e lumtur, të hec me projekte me sene, e njëherë hala single, s'po kam kohë. S'po ki kohë? S'po kam kohë. Do të shohim. A po ki kërkesa? Kërkesa patjetër që po. Po i refuzojmë. Kur mendon me kriju jetën tënde? Do të mundohem, kismet, edhe pak sepse mos na dëgjon babi këtë bisedë se thot hala su martu. Sepse ai thot publikisht. A të bën babi presion për me gjetë burrin? Babi edhe mami gjithmonë kanë bo presion edhe mbojnë presion, po. Cila është përgjigja jote? Po, me kismet, ka arë kismeti, nuk muj me, që shpëdoj me prekën pull me gjithë burin. Pse këtu të na mentaliteti është kështu dhe presion të bojnë familjes për me u martu, pse ndodhë të na kështu? Po mendoj që gjëja më e bukur është familja, sigurisht, po ka njëherë janë do gjana që nështa nuk përshtatesh me personin edhe këqyrë ma mirë, gjithë kush ka qef me këqyrë mirë, ma mirë, me gjithë një person që përshtatet mentaliteti, përshtatet karakteri, gjithë shka. Edhe kjo nështë është një arsye që
vanohemi pak mu martu. A mendon që Edhe mendoj se po ndërprej, edhe e kanë pak shqiptarët edhe print edhe krejt, që veç do të mu martu pa tjetër, se jëmë bo do vjetë edhe pa tjetër do të mu martu për hatër të kujshive, për hatër të halës, dajës, tezës, kjo në shtashtë dhe kjo një arsye, su martu hala. do me thonë edhe fjallët e njerëzve i bojnë prindet tu për me thonë Po, e vërtet është. A mendon që martesat e hershme po kanë probleme shumë që tash në ditët e sotme? Është, edhe ajo nështë sepse nuk mendon ka njëherë qoftë për karrierë, qoftë për dosene, për shkollim, nështë veç e gjohen personin, po edhe ajo është mirë, kur gjenë personin e duhur, pse jo, si e resi nështë pak ma në kohë mu martu, pse jo. Çfarë mendimi ki për ato vajza që martohen vetëm për hatër të prindërve që shetë cekëm, edhe nuk e kanë jetën e lumtur, po durojnë veç për shkak mos me fojnë njerëz? Nuk e di, nuk kisha thonë që është e mirë, nështë po flas personalisht, sepse du të mu martu me atë njeri që ndjenë edhe atë njeri që do me kriju familje, shumë gjana me të, kështu që e di që printa dojnë të mirën, po nështë nuk është një e mirë, sepse shkakton nështë në të ardhmen jo të mira, jo sa në të mira. A mendon që në ditët e sotme vajzat pak po ndikojnë prej luksit, si që dim një pjesë e madhe, po e këqyr pak edhe kerrin? Shumë. Unë jam vajzë vetë, jam feministe sa duhet, po jo një masë shumë të madhe, sepse e kanë egzageru edhe unë i shof plot vajza që realisht nështë unë kom hek me vite, me bo një jetë që e kam, sepse kom punu, edhe kom pas familjen gjithmonë që kam punu, po i shod nështë disa vajza që nëse ajo vozit nështë makinën që unë e voziti sot, që kom hek me baqat makinë, nuk punon asgjë ose diçka luksi. Po, paralele, nështë i ka veshjet të egzagerume shtrejta që po dalin me këto qanta, me këto që mu më shkakton shumë munem kër i sha që ato vajza. Po, jo, unë ato nuk i pëlqej fare. Kështu që jam pak kundër kësaj pjese, pse mos punu femna vetë, mi arrit vetë. Se tu e pas një feme 20 vjetë, 22 vjetë me pas vetore në atë shtrajt, krejtë tim që në Kosovë nuk mundë? Jo, edhe nëse hen ti kredi, nështë nuk mundesh me mbri që atë shqiper nëse s'punon se s'ki që me pagu këstën, apëtan. Kështu që nuk e di. A po dojnë shembuj të keq të kë... Mendoj që po, është një shembull jo i mirë për vajzat e reja, sepse një kemi vajza shumë të mira, shumë vajzat të edukume, shumë vajzat s'po di që me thonë, sepse jemi racë e bukur, racë shqiptare, s'ka ma të mirë, po pse vajzat me shku, me egzageru, me degeneru vetën nështë me mënyra jo të mira, me ecë për para me sene të mira, dhe me ja dali vetë me shumë sene. Edhe sepse është lakmia, jo se nëse tash një vajzë 15 vjeqare, e shë një vajzë tjetër, nështë që thot ka bo kjo kjerin, ka bo qantën e shtrejt, ka bo luksin. Ajo nuk e din është ta që ka bo, po thot mri si kjo, po kupton? Edhe po devijojnë, ka që devijojnë ko gjashëm, po ajo është pjesë e tyne personale, por... Alinda, ti që shedim dë bjenë për me u taku me plot njerëz, edhe ti ishe edhe vajzat edhe t'jen, po kush jem pak ma fajtur në ditët e sot me vajzat atjen? Të dy parë. Djemt, mendoj pak janë fajtor nështë ta, kanë qef edhe ata pak mu fry, nështë ta pak vajzat i gënjejnë, i mashtrojnë i farë mënyre, pastaj vajzat hedhen për inate, edhe nështë ta dhe vajzat tani bojnë disa gjana që s'ju ka hije dhe munden edhe me deviju disa raste. E çfarë mendimi ki edhe për këto vajzat që po dalin, jo vjera ashtu, jo nuk bëmetu me vjerë, çfarë mendimi ki ti? Nuk e di, unë realisht nuk e me martu me hala, po unë jetoj me kunatat e mija dhe jetoj me një familje dhe jem vajza shumë shkollume. Ma respektoj nanën shumë edhe mendoj që edhe nana jam i ka prit mirë edhe nuk kemi asi probleme, s'kemi pas as njerë edhe për qef rrimi krejt bashk. Po edhe unë në tarmen, nëse është vjera në shpe mu nuk më pengon as pak, sepse që s'do në zamër për nanën tem, që shkam qef me ma respektu nanën. Kunatat e mija, du të me respektu edhe unë një vjeher ku shkoj, veç nëse s'është njeri ajo heq, për shambull, ose nëse s'jo mu në heq. Kështu që mendoj, nuk ka... Në martes du të me lëshu pak pe? Pa tjetër që po, momentin që martohesh, kryon familje, du të me lëshu pe, sepse të baba je pak ma ndryshe, nështë te burri je pak ma ndryshe,
du të me pas një mirë kuptim, për me pas një familje të shëndosh, edhe për familjarët e burrit me pas respekt, jo veç që të thëmë hajtë se po dalun në banesë, gjithkush ka që me pas privatsin. Po ka njëherë du të mi duru do gjana, sepse të vjen ai momenti që kime jetu bre vetën veç me burë. Ki mu knaq. Ti vetjeri, po çfarë këshille ja u kishe jep gjeneratës tonë vajzave të reja për me konë ma të respektueshme? Kisha me thonë që jeni vetvetja edhe knaquni me ato që keni, sepse vjen një moment që nështë i bini pyshmanit shumë për dosene. Unë po flasë sigurisht prej vetës edhe sepse nuk jam brendësinë e njerëzve të tjerë, po du një njerëz, respektoj një njerëz, sepse ku ka dashuri, ka dhe harmoni, ka respekt, edukat, mendoj që këto janë të mira, sepse seriozisht po m'duket që ka ardhur jeta veç luksi edhe fama edhe. Se kanë ardhur krejt që tondit të sot me shumë janë egzagjeruar. Nuk e di, nështë është ajo lakmia e tepër të njerëzve që po kanë qef mu duk në rrjetet sociale që unë po boj luks. Po ndikojnë pak edhe rrjetet sociale. Patjetër që po. Rrjetet sociale i kanë edhe onë negative dhe pozitive, po që tash m'duket jem ka anojmë ka negativ, jam Po, ta thëmë të drejten, unë e i përdori, nuk është që i përdori edhe shumë, Instagram e përdori mas shumë, TikTok tjera atë nështë edhe pse mu më kritikojnë pse s'poston video të knu, pse kështu, pse s'reklamosh ma shumë, po nuk i di, nështë ka njëherë po, nështë ma shumë e qës vete, nështë me diçka që jem të bon shpej, ose jem të dal dikon, ose diçka. Na të kemi po Alinda që i shumë e thjeshtë edhe kopshtin e bën. Po, kopshtin e bojmë familjarisht, po sigurisht edhe ju ndihmoj prindve, sepse kultivojmë gjanat që i kemi. Pse jo? Na të falenderojmë shumë, të urojmë shumë suksese, çdo të mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, faleminderit edhe juve, ju uroj punë të mbar, ju uroj suksese, faleminderit që keni ardhur këtë. Faleminderit shumë. Faleminderit.